Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet tona takojnë Allahut mëndueshëm, salavatet dhe bekimet për Muhamedit alayhis salam. Vazhdojmë edhe me tutje, nxjerrim meditime, mësime, orientime nga surja Tahrim. E kemi thënë një mori herësh që për ta kuptuar një sure përmbajtësisht e thelbësisht duhet ta kuptojmë kronologjinë, shkakun, ambientin, mënyrën, personin, personalitetin, kulturën e kështu me radhë, mënyrë që të arrijmë domethënë nga gjithë këto elemente, pastaj të nxjerrim ato mësimet më të duhurat edhe më të nevojshmet për të cilat kemi nevojë në vazhdimsi ne si shoqëri edhe ne si kam. Pra për gjërave më të rëndësishme, më kapitale, më të domosdoshme, vëllezër që kemi nevojë në aktualitetin edhe realitetin tonë, është kontekstualizimi i kuptimeve të Kuranit në ambientin dhe në mejdanin ku ne përpiqemi ta shpijim përpara kauzën edhe misionin tonë. Një prej gjërave që e vrejmë tek sura Tahrim ose tek ky ajeti i dytë, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Një prej gjërave që duhet ta kemi parasysh tek meditimi ynë, karshi Kuranit është edhe përzgjedhja e fjalëve dhe nocioneve. Këtu Zoti i Mandueshëm me sjell një shprehje qad faradallahu lakum farada. Te kjo farada nëse i kthemi gjuhësisht dhe përpiqemi pastaj të marrim disa kuptime të dobishme, padyshim ato ndërtirash gjejmë edhe këtë. Sjellja e keqe e bllokon dhe stopon fëmijën në planet e tij. Andaj qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sikur se Allahu nëpërmjet këtij ajeti thot pejgamberit sallam, i drejtohet pejgamberit ton alayhis salam, po nëpërmjet atij edhe neve që ne duhet në vazhdimsi të përpiqemi fëmijët brezit ri t'ja hapim rrugën. Jo t'ja bllokojmë rrugën, po t'ja hapim rrugën. Fëmiu brezi i ri ka shumë nevojë për njerëz të cilët janë të gatshëm të bëhen urr për ata, vetëm që ata të ecin, të ndrojnë, të jetojnë, prosperojnë në mënyrë që pastaj ata të jenë të gatshëm të jenë vetvetja, të shërbejnë dhe ta japin atë më të mirën nga vetja e tyre për shoqërinë dhe kombin tonë mbar. Andaj kur i dërguari Allahut alayhis salam u vetmua, nëse mund të shprehemi kështu, iku për një moment, në mënyrë që t'i marrë reflektimet e duhura, gratë nëpërmjet asoj amullije të madhe, cilën e nxorrën, arritën ta futin pejgamberit ton alayhis salam konfuzitet, Allahu i madhuar qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Pra, sjellja e keqe e bllokon dhe stopon fëmijën në planet e tij. Shif në subhanallahu kjo sjellje e disa prej familjarëve ka shih pejgamberit shumë e keqe, shumë e zymt, shumë e pa precedent. E bllokoi, stopoi pejgamberit tonë. E ne tash po mundohemi surën Tahrim, si surë e familjes, vëllezër, ta kontekstualizojmë problemet reale tona. Nëpërmjet pejgamberit ne nxjerrim diçka konkrete, diçka reale, diçka të prekshme për familjen edhe për shtyllën më të pazëvendësueshme të shoqërisë, kombit edhe të ardhmërisë. Sa më e konsoliduar familja, aq më i kompaktsuar shteti edhe kombi, aq më të kompaktsuara Kosova dhe Shqipëria. Andaj fëmijët dhe brezit. Së dyti, kujdes me sjelljet në shtëpi, sepse shumë gjurmë nuk shkojnë kollaj. Ne i thamë edhe herën e kaluar. Problemi i cili buran dhe derivan nga familja, nuk largohet, nuk shërohet kollaj. Bile Dostojevski e ka kështu thot, problemi ose dhimbja ose sëmundja e cila buran dhe derivan nga familja nuk shërohet asnjëherë. Po kjo është si me thënë skajshmëri. Ne po e minimizojmë sa. Kjo është që kujdes me sjelljet në shtëpi, sepse shumë prej gjurmëve nuk shkojnë kollaj. Prandaj kujdes me fjalë që i thua, kujdes me veprimet që i merr, kujdes me zakonet e tua në shtëpi, sepse shumë prej tyre subhanallahu lanë gjurmë të pashlyeshme në bamendin edhe në ecurinë familjarëve të tjerë. Tjetër, pa beteja të shumta për brenda familjes, njeriu s'arrin të shënoj suksesin në mejdanin e betejës. Andaj qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Çfarë vëllazër? Sikur se Allah i thot pejgamberit alayhis salam,
ti kur po sillesh kështu në këtë mënyrë, domethënë po strukesh përballë këtyre problemeve të vogla. Të vogla shumë. Si është puna, si është halli kur ti domethënë e ke një shtet, e ke një këmbë mbi supët e tua. A kupton? Andaj kad faradallahu lakum tahillat aymanikum. Wallahu maulakum. Kur një herë nuk duhesh të strukesh, po sa kaq duhet mund të ballafaqohesh drejt për së drejti me problemet cilat dalin rrugës e kështu me radhë. E tash nëse ti strukesh përballë disa problemeve të vogla, si është puna me ato probleme të mëdha të cilat akoma ende s'kan, domethënë akoma se ende s'ju ka ardhur rralla koha momenti e kështu me radhë. Andaj ky është guri i provës. Sa i përket qëndresës edhe gatishmërisë sate, domethënë për ato probleme, sfida të cilat akoma s'ju ka ardhur domethënë në momentin. Tash, disa probleme s'janë utopike, mjafton gatishmëria për t'ju dhënë kohë aty. Sikurse Allahu më ndush mi thot pejgamberit alayhis salam, ky problem i cili të ka ndodhur nuk është domethënë problem unikal, i cili s'ka domethënë se ka shoqin në për histori gjenerata, familje kështu më radhë. Është një problem i cili ndoshta për shkak të vendit të papërshtatshëm, kohës jo duhur, për shkak se kishte shumë probleme ekonomike e kështu me radhë, ndoshta nga ky prizëm edhe duket ashtu, ama në anën tjetër nuk ka ndonjë problem i cili nuk është i patikalueshëm. Kjo është pak ashtu, po mundohemi të ecim në mënyrë kronologjike, në mënyrë që mos ta zosim shumë. Tjetër, mos e kurtho veten e për labirintet e dyshimta, sepse s'ja vlen. Çka bëri pejgamberi alayhis salam, sallallahu alaihi wasallam? Mendoi që rruga e duhur, zgjidhja e duhur është të vetmuohet, të izolohet, të reflektoj me veten. Thënë ndryshe me fjalë tjera i dërguar Allahu alayhis salam, mendoi që veprimi më i mirë i tij është që ti për ca kohë, largo. Allahu i mëndush mi tha, mos e kurtho veten. Mos i ndalo vetes diçka, për shkak se të tjerët e pëlqejnë atë. Për shkak se të tjerët domethënë po ta thojnë e po ta sugjerojnë. Po sa ka qëndro. Qëndro, mos e fut vetë, domethënë mos e leja fjalët për rreth të bëhen shkak që ti ta kurthosh veten. Po sa ka qëndro dhe ngel vetvetja. Tash, jeta e kësaj bote është si puna e aniz. Nga një herë ka tronditje, po kjo nuk do të thotë të dërzohesh e të zbrapsësh. E tillë është natyra e kësaj bote. Se ku të përplasin dallgët e jetës nuk e di askush. Ama ti në vazhdimsi përpiqu të jesh vetvetja, në vazhdimsi përpiqu të kontribosh, e të japësh, e të dhurosh. Pastaj natyra dhe ecuria e kësaj bote është e tillë. Atë nuk e di askush. Andaj gjithmonë për herë ata kanë të jemi vigjilant. Tjetër, nga anët dhe njerëzit zbresin lloj-lloj dashakësi. Vëllazër, pe gjërave më të poshtra, më të liga, është ajo kur ti përpiqesh të fusësh armiqësi, ndarje dhe urrejtje mes njerëzve. Është pe gjërave më të këqija, pe gjërave më të poshtra, pe gjërave më të ulta. Andaj qad faradallahu lakum tahillata imanikum. Subhanallah. Cili ishte gabimi këtyre grave të pejgamberit? Përpiqeshin subhanallahu të fusin gjëra të paqena. Allahu i madhushun qad faradallahu lakum tahillata imanikum. Nëse përpiqesh ta shkatërrosh, e ta shkërmoqësh, e ta ndash një familje, kujdes se wallahi ajo mundet me ndodhë në shtëpinë tënde. Kujdes shumë. Përpiqu ti domethënë ti pajtosh e ti afrosh njerëzit, jo ta bësh kundërtën. Është gjëja më e keqe. Andaj qad faradallahu lakum tahillata imanikum. Kujdes që mundet me ndodhë ty në shtëpinë tënde. Kujdes shumë. Kjo është. Domethënë që të fusim për çarje dhe ndasi. Kjo është gjëra më të liga fatkeqësisht, cilën përpiqen ta bëjnë e ta shpihin përpara disa njerëz. Ndarja e rolit dhe obligimeve është motoja e suksesit dhe e ecurisë. Për gjërave që më shumë të na mungon familjet tona është decentralizimi i punëve, i obligimeve, i synimeve, i angazhimeve e kështu me radhë. Dhamë e kemi një lloj katrahure përbrenda familjes. A familja është bushti, është shtylla, është motoja e suksesit edhe e shtetëndërtimit. Dhe fundit frymëzimet e Zotit janë shpirt dhe burim i gjallërimit dhe jetës. Sa na mungon kjo shtëpia tona ku busull e kemi fjalën Allahu më ndushum, praktikën, zbatimin, shëmbëltyrën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Vallahi na mungon shumë shtëpia tona. E duhet përpiqemi këtë ta mbjellim tek fëmijët tanë, tek brezi i ri veçanti, sepse shpresa jonë, e cila nuk shuhet asnjëherë,
më të vërtet janë breziri. Përballë këtyre të panjohurave, e këtyre veseve, e këtyre propagandave kështu me radhë, vëllezër, më të vërtet është breziri. Sa më i fortifikuar breziri, aq më sigurt ardhmëria edhe e curia jonë dhe e fundit, Allahu është burimi rrugdaljes. Qad farad Allahu lakum tahillat aymanikum. Allahu është burimi rrugdaljes. Ky është mësimi kryesor. Pra gjitha mësimet marrin kuptim dhe kuptimsohen tek mësim. Allahu është burimi i rrugdaljes. Sikur se i thot Allahu i Madhnushëm pejgamberit ton alayhis salam, sa herë që ke një problem, një paçartësi, një ngecje, një vështirësi, ktheu tek Zoti i Madhnushëm. Allahu i Madhnushëm, vëllezër e motra, i jep kuptim secilës sfidë, secilës sakrificë, secilës vonesë, secilës paçartësi e kështu me radhë. Andaj Allahu është burimi i rrugdaljes. Sa herë ta kemi një problem, kështu me radhë kthehemi tek Allahu i Madhnushëm. Këtu janë pak a shumë ato disa mësime të cilat i nxjerrim nga kjo folje, nga kjo shprehje që Allahu i Madhnushëm e ka përzgjedhur qëllimisht për një qëllim të caktuar, farada. Me lenin Allahut të Madhnushëm do përpiqemi në ligjërata të tjera, cekim edhe me tutje mësime nga sura Tahrim e deri atëherë i rujtim Allahu Zot. Faleminderit shumë.